24 janari shënon ditën ndërkombëtare të arsimit. Cinderella Doli Kreziu, profesoreshe gjuhës shqipe, është shprehur sa mosimdhënësi ka në dorë të zgjojë kurreshtjen e nxënësve për gjëra të reja. Secili njeri e ka kurreshtjen, interesimin, qysh nga fëmijëria dhe ne dikur që mbanim mend, për shembull, ne kemi qenë të interesuar për të kuptuar botën, për të kuptuar rrjedhshmërinë, zhvillimin, dhe ne duheshim përmes librave, revistave të ndryshme edhe që të kuptojmë. Tani e kanë mundësinë shumë ndryshe të shpejtësisë të zhvillimit global, që është një shpejtësi marramendse e zhvillimit kudo në botë, po të njëjtën gjë është edhe këtu. Pastaj ndoshta mund të themi që dembelizmi deri diku te disa mund të po për ndryshe mësimdhënësit e kanë dorë që të bëhen, që ta zhvillojnë dhe të zgjojnë kurreshtjen. Profesoresha Doli Kreziu është shprehur se në të kaluarën gjithmonë është luftuar që të ruhet gjuha shqipe dhe se kur ka qenë ndaluar, ka qenë fokusi më i madh për ta ruajtur gjuhën krahasim me tash. Ne shqiptarët e shkret historikisht jemi marrë me periudha të ndryshme okupimi, të cilat shmirujt, edhe e dia shprehen që çdo gjë ndaluar është më e kërkuar. Edhe më duket që kur kemi pas të ndaluar shumë më tepër kemi dhënë fokus për ta ruajtur, për ta mbajtur, me shkrime të ndryshme, me poezi, me të thënë sidomos në kohën e rilindjes kombëtare, që aty ishte kulminantja e zhvillimit gjuhësor. Kujtojmë se 24 janari është vendosur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 30 orë të vitit 2018, duke përkujtuar rolin e arsimit për paqen, për parimin dhe zhvillimin global.